Hoxh jam 14 vjeçë, do të thonë vajzë është, edhe du me umlu, thot. Nana thot e vogël je. Jam namazlike edhe kam fillu me mësu hafidhllukun për mesh. Allahu të forcoft në din, Allahu të forcoft në fe, Allahu të pranoft çdo ibadet edhe të baft hafizet Kuranit. Nga e hoxhën që po thonë. Na nuk mundim me ik dispozitave fetare me thonë je e vogël, je e madhe. E vogël edhe e madhe përcakton Zoti xhaleshanhu. Në momentin që hyn pubertet vajza, fetarisht e ka obligim shamin. Me keqardhje që ligjet në disa vende edhe të na që nuk e lejojnë derin këtë moshë në atë moshë edhe qesin të lashe. S'po flasim për këtë pjesë. Na po flasim ato që e dim fetarisht. Në islam moshën që hyn pubertet vajza nuk ka caktu me 14, 15, 16, 13 varet. E tash, mesele tjetër është ti sa je e vetëdijshme, sa je e aftë, sa je e përkushtume, që shiki rrethanat në talme. Unë që ka thëmë? Unë e fetarisht thëmë që është obligim mbulesa në moshë pubertetit, e thash. Por nga ona tjetër, unë nuk mund të obligoj ty, me thonë vendose, por të thëmë ty, që shdo që vendos, të jesh e vetëdijshme, të jesh e bindur, të i kesh parasysh rrethanat, që jo masanena me lujt me mbulesën. Jo me lujt me mbulesën. Prindrit duhet me qenë për krahas tu, por çdo që vendos. Kesh kujdes, mos luj me mbulesën. Man t'jesh e vendosur. Lusë Allah që me t'i letu punt, edhe prindrit me u ba krahëjtje, pa ashtu edhe në shkollë mos me pas probleme, etjer. Pra, në fund po të thëmë, vendose me plot bindje edhe rrej ka shi ati vendimit që ki me marë. Allah të një moftë.